Edmund Thaçi, një nga gazetarët e mediaspikator sportiv në Kosovë, një herë zgjedh dhe president i shoqatës gazetarëve sportiv të Kosovës, i pranishëm në ndeshjen përcaktuese të Ligës Parë ku Drenica sapo u shpall kampione e Kosovës. Fillimisht për këtë finale emocionuese se ne ndoqëm së bashku, Edmund. Sigurisht që Drenica ka merituar rikthimin në Superligën e Kosovës në futboll pas vetëm një vit qëndrimi në ligën e parë, sepse që nga gjiroja 2 e 3 ka qenë në vendin e parë dhe në këtë mënyrë me plot merit është kurorzuar me titullin kampion. Pra e meriton Drenica, e meriton Superliga që ta ketë një skuadër të tillë që është shembull i një organizimi mirëfillt dhe natyrisht që Drenica gjithmonë ka luajtur rol të rëndësishëm në futbollin e Kosovës. Një Drenicë kampione me një Shkodran në formacion si Antonio Marku. Një Shkodran që ka qenë shtyllë e mbrojtjes tek ekipi i Drenicës, po ashtu edhe një futbollist nga familja Lavdishmi Jashari, që rikthehet nga Prishtina për ta ndihmuar Drenicën që të rikthehet në Superligë. Pra kemi një filozofi të jashtëzakonshme nga klubi që vërtet ju ka dhënë hapësirë, mundësi që këta futbollistë të tregojnë veten dhe natyrisht kurorzohet me titull. Edmund Thaçi përfitoi nga rasti në këtë ambient kaq sportiv që në Drenicë po festohet. Po mbrëmjen e së hënës në orën 20 në Arena Kombëtare do të jetë një super fest, një super emocion, finalja e madhe për titullin kampion në superiore Vllaznia Egnatia. Si e parashikon Edmund Thaçi? Është një finale e jashtëzakonshme. Shkodra nuk e ka vetëm jarën. Shkodra nuk e ka vetëm muzikën, por e ka dhe sportin. Vllaznia është klubi i parë shqiptar, i themeluar në gjitha trevat është shqipfolse dhe mendoj që Vllaznia ka koha që pas 2 dekadave të kremtoj titullin kampion të Shqipërisë. Që shikon më të avantazhuar, zoti Thaçi, Vllaznin apo Egnatin? Egnatia po e dominon futbollin shqiptar këto 2-3 vitet e fundit, por mendoj që ka koha që Shkodra si vjet ta kremtoj dhe ta festoj titullin pas 2 dekadash. E ka përcjell me shumë vëmendje edhe Vllaznin, përkundër që nuk kishte fat ndoshta të jetë në krye në vendin e parë që nga fillimi për çdo qoftë, Vllaznia me sa kam informacion tashmë e gjithë Shkodra do të jetë në Tiranë. Kështu që unë besoj që Vllaznia ka potencial, ka futbollist cilësor dhe unë jam i bindur që Vllaznia do t'i buzëqesh fatin në këtë ndeshje. Me çfarë biseduam pak më herët edhe ju si person individualisht jeni tifoz i Vllaznisë, por edhe Kosova, një pjesa më e madhe e Kosovës është me Vllaznin. Jemi të lidhur ngushtë me Vllaznin sepse edhe në kaluarën ka pas futbollistë të cilët edhe nga Kosova kanë luajtur në trevën e Shkodrës, kështu që unë mendoj që Egnatia vërtet ka pas futbollist të dëshmuar, futbollist cilësor, por ka pas edhe një organizim shumë të mirë. Por këtë vit Vllaznia është një skuadër e cila vërtet e ka merituar titullin kampion. Të nderuar shikuesi, isha në një intervistë ekskluzive pikërisht në Skenderaj, ku në këtë moment sapo shpall kampion e Ligës Parë të futbollit kosovar Drenica, dhe së bashku me kolegun tim, presidentin e gazetarëve sportiv të Kosovës, Edmund Thaçi, përjetuam këtë finale kaq emocionuese. Ndam së bashku opinionet për Drenicën kampione, por në fund edhe për një parashikim, për një opinion për finalen super të madhe, Vllaznia Egnatia, që sipas Thaçit, por edhe shumë opinionet e tjera që i përjetuam sot në këtë stadium, të gjithë mendojnë që Vllaznia është shumë pranë titullit dhe mbrëmjen e së hënës do të jetë super fest në Shkodër me një Vllaznia kampione që rikthehet pas 24 vitesh. Do t'i Thaçi, faleminderit. Urime. Kënaqësi e veçantë që ishim së bashku këtu. Një surprizë ndoshta e pa parashikuar, por e përjetuam bashkë. Kënaqësi. Respekte. Faleminderit.